Po besoj është pa logjikshme me pas drejt një kandidat 10 herë me kandidu. Pra është e drejt me kandidu ose me nominu, por nëse se merr votën, janë vinë që gjykata do të reflektojnë këtë pjesë. Pak ditë bëhen 60 ditë, pra jemi në ditët e fundit përgjigjes, po shpresojmë që na hap rrugë, pra me shku përpara, sikurse po e shohim gjithë, gjendja është e keqe. Ka me sjellni vendim që mundot me ndryshu gjendjen diçka? Po besoj është pa logjikshme me pas drejt një kandidat 10 herë me kandidu. Pra është e drejt me kandidu ose me nominu, por nëse se merr votën, janë vinë që gjykata do të reflektojnë këtë pjesë. Pastaj edhe çështja e procedurës votimit. Pra pa dikon që është votuar, nuk vlen procedura e votimit tjetër, se është votuar me vot hapur, sikurse e dini, kandidati janë fjalë, është votuar, është nxjerrë votim disa herë dhe ka dështuar. A mendoni që ka mund të shku partit kur dalin në zgjedhje? Ma e keqe është se Kosova po ndeshkohet, që është gjendja me energji, për shembull, vetëm me energji po flasim. Edhe plot sfida tjera që i ka veni, gjendja nuk është e mirë, gjendja është shumë e vështirë. Si mund të dilet nga kjo gjendje, zotëri Haradinaj? Tani të ngutemi ndoshta para vendimit gjykatës, ndoshta është jo në rregull se jemi shumë afër, po shpresojmë këto ditë. Mirë, po duhet të shqyrtojmë çfarë do mundësie që dalim nga kjo gjendje, pra. E kemi thënë edhe më herët, nuk është mirë më ushia sikur s'po ndohë kur gjë, pra ne opozita mendoj që duhet me qenë shumë më proaktive, me ballafaque mashtruesin edhe ekipën e tij që nuk lejohet me mbajt vendi peng këtë mënyrë. Zotëri Haradinaj, për një nacional armë që është ka pranë në veri të vendit, a jemi të rrezikuar siguria e vendit tonë nga këto kërcënime që vijnë nga veriu, nga thjesht nga këto grupe kriminale? Policia e Kosovës, institucionet e sigurisë të Kosovës, rendit dhe të ligjit po bojnë një punë mrekullueshme, jo vetëm në veri, në gjithë vendin, kundër gjitha rreziqeve. I përgëzojmë edhe për këto të fundit. Jemi të bindur se bashkëpunimi ynë me institucionet e sigurisë, talatëve tonë, në këtë rast veçanërisht të Amerikës, nuk do të lejon asnjëherë vakum, pra nuk do të kemi asnjëherë rrezik nga askush. Kosova është e sigurt, nuk ka arsye askush me u shqetësu ose me u friksu.